Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të sjellur ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit nga showbizi jon, nga artistët tanë të dashur. Këtë herë do të ndalojmë tek Egli Tako, shumë pikpyetje, shumë thashë theme, përse Egli nuk e poston posterin e gjestit në story në Instagramin e saj, përse Egli përfundon gjithçka, çfarë ndodh me marrëdhënien e tyre, çfarë ndodh me dashurinë e tyre, mos vall janë të ndarë, si janë emocionet në këtë marrëdhënie. Egli ka reaguar vetëm në një fjalë, vetëm në një gjë që ka postuar ditën e djeshme një fotografi të saj nga një makinë e ngjashme me fotografinë që gjesti e postoi nga një Lamborghini. Domethënë janë duke imituar njëri tjetrin, por çuditërisht nuk poston në story të saj posterin e gjestit, posterin në të cilën gjesti do të performon në diskotekën në natën që është përzgjedhur sonte në SKP Club në Tiranë. Por gjithsesi, unë jam munduar që të jap një sqarim rreth këtyre pyetjeve të publikut dhe t'u ikim këtyre lajmeve të reme që fatkeqësisht dezinformojnë publikun këto portalet jo profesionale që janë, dhe jam munduar që ta shpjegoj në detaje përse ndodhen ky veprim. Ndoshta mund të jetë një provokim që Egli dhe gjesti të jenë në qendër të vëmendjes dhe publiku të jetë interesuar me marrëdhënien e tyre. Të gjithën do ta ndjekim në këtë që unë do të them. Në një natë kur dritat e Tiranës janë dezur fort, më shumë se kur muzika do të pushtojë SKP Club dhe emri i gjestit do të kumboj për herë të parë si artist në skenë të madhe, një heshtje thellë ka rënë mbi rrjetet sociale dhe ajo heshtje mban emrin e Egli Tako. Për javësh publiku ka pritur me padorim këtë moment. Debutimi skenik i gjestit është vetëm jo një hap i madh për karrierën e tij, por edhe një kapitull i ri në jetën e një çifti që u bë simbol i dashurisë në sytë e shqiptarëve. Dhe në këtë mënyrë krejt natyrale, të gjithë presin që Egli, partnerja e tij në jetë, të ishte e para që do të mbështeste publikisht, të ndante posterin e mbrëmjes, të uronte me fjalë zemre, të ndante një kujtim, një good look të thjesht. Por jo, asgjë nuk ndodhi, as një foto, as një postim, as një fjalë, as një like, vetëm heshtje dhe pikpyetje dhe shumë pikpyetje. Komentet kanë shpërthyer në çdo postim që lidhet me gjestin. Fansa që i ndjekin që të dy me përkushtim ndjehen të hutuar. Çfarë do të thotë kjo heshtje? Pse në një ditë kaq të rëndësishme, Egli nuk e përmend as me emër, pse nuk ndan me ndjekësit emocione që me siguri gjestin po e përpin për brenda në këtë debutim historik, dhe shumë pikpyetje të tjera. Të shumt janë ata që mendojnë se marrëdhënia e tyre është e krisur, se ndoshta diçka është thyer, se pas perdes së bukur që është servirur në ekran, mund të ketë pasur përplasje, largësi dhe ftohtësi. Ka nga ata që thonë se janë ndarë dhe po e mbajnë të fshet, të tjerët mendojnë se janë ende bashk, por marrëdhënia nuk është më ajo që ishte. Dhe në këtë përplasje emocionesh publike, heshtja e Eglit shndrohet në një krizë virtuale. Por unë jam munduar që në fakt në këtë situatë të nxjerr një teori tjetër. A është kjo një strategji? Një lojë me publikun, një qetësi para stuhis? Unë kam bërë në fakt në veten time këto 3 pyetje që i lexoj dhe në komente nga fansat, edhe me patjetër që do t'jap 3 përgjigje për këtë. Ka edhe nga ata që e njohin më mirë Egli Takon, e din që ajo është vajzë ndjeshme, e zgjuar, e vërtet, dhe kjo heshtje, sipas tyre, është një zgjedhje, një mënyrë për të mos ndarë çdo emocion me publikun, për të ruajtur magjin, për më vonë apo ndoshta për një moment që do të shpërthej me ndjenjë dhe befasi. Ndoshta sonte do t'jetë ajo surpriza e madhe, thot një fans. Ndoshta do të ngjitet në skenë papritur dhe do e përqafoj para gjithë publikut. Sepse ka diçka që nuk mund të mohohet. Një foto e shkëputur nga fansat që tani po bën xhiron në përjet. Do të thonë sonte të gjithë presim që Egli
të ngjitet në skenën ku do të performoj gjesti dhe urojmë ta bëj po të njëjtin hap siç bëri Kiara, nëse mbani mend, në Magic 4, kur Luizi kishte mbrëmjen e parë me një herë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Me sa unë mbaj mend, Big Brotheri i Luizit ka përfunduar më datën 7 maj dhe konkretisht më datën 9 maj Luizeli ishte në Magic 4 i ftuar, ka qenë së bashku me Noizin, e kujtoj si sot atë momentin e bukur kur Kiara u ngjit në skenë, e puthi në buse dhe qaf për qaf me të, po performonin të dy së bashku. Dhe uroj që sonte të ndodhen po e njëjta gjë, që këto thashe the me xhint të ndalojnë, se unë jam shumë i bindur që Egli dhe Gjesti vazhdojnë që të dy së bashku, por kanë shumë angazhime, kanë shumë incizime, kanë shumë xhirime brenda Top Channelit dhe në për të gjitha emisionet, që normalisht ato e ruajnë pak edhe këtë privatësinë e tyre. Por flitet për një foto që është në rrjetet sociale virale, ku Eglin dhe Gjestin e kanë fotografuar në makinë. Në foto, Egli dhe Gjesti janë bashkë në një makinë të qeshur edhe shumë të qetë. Nuk e ka postuar asnjëri prej tyre, por mjaftoi vetëm një sekond për ta kapur atë moment që duket si përgënjeshtron të gjitha zërat e ndarjes. A është kjo një provë që janë ende bashkë, apo thjesht një takim për t'i dhënë fund një historie? Askush nuk e di me siguri, por një gjë është e qartë, publiku po vuan mungesën e së vërtetës, po vuan mungesën e dashurisë së tyre në rrjete. Sonte do t'jetë momenti i së vërtetës. Nëse Egli shfaqet pranë tij, nëse e mbështet publikisht, nëse ndan një përqafim, një buzëqeshje, një këngë, atëherë publiku do të marrë frymë i lehtësuar. Nëse jo, misteri do të thellohet dhe dashuria që dikur i emocionoi të gjithë mund të përfundojë si një kujtim i bukur që mbeti pafund. Ndonjëherë mungesa e një postimi është më e dhimbshme se sa një ndarje zyrtare. Dhe në këtë botë ku dashuritë maten me story, tag, reels, mungesa e Eglit sot po flet më shumë se çdo fjalë. Në fakt, unë kështu jam munduar që ta shpjegoj, unë jam shumë i bindur që ndoshta mund të ekzistojë dhe kjo teoria që Egli thotë se nuk ka nevojë Gjesti për mbështetjen time sepse ka aq popularitet sa që të gjithë për një sekondë marrin vesh se ku është Gjesti, por shpresojmë që Egli dhe Gjesti mos jenë çifti i fokusuar në rrjetet sociale, por të japin dashurinë e tyre. Por realisht deri më tani në këtë moment Egli Tako nuk ka reaguar në asnjë story për Gjestin dhe për të postuar posterin me Gjestin, dhe nuk ka bërë like asnjë nga postimet që Gjesti bën, por njëkohësisht edhe Egli. Por njëkohësisht Gjesti dhe Egli vazhdojnë të ndiqen në rrjetet sociale. Tani, ose nuk menaxhohen nga këto të dy, ose nuk kanë kohë që të merren me rrjetet sociale duke e patur angazhimet e shumta dhe xhirimet, incizimet që vinë një pas një, duke e ditur që Egli nuk ka qenë edhe shumë aktive me story nga jeta e saj private. E dim që janë takuar, e dim që kanë kaluar momente së bashku për periudha të ndryshme, por reagime në rrjetet sociale nuk ka patur. Si e gjykoni ju këtë moment?